ulur ende në mbledhjen e parë të qeverisë së re, kryeministrin e Kosovës Albin Kurti e uroi ambasada e SBA-ve në Prishtinë, duke dhënë një mesazh të qartë edhe në qasjen tërësisht ndryshe që ka me qeverinë shqiptare. Ambasada e SBA-s mirëpret formimin e kuvendit dhe qeverisë Kosovës. Ne mezi presim të punojmë me qeverinë e re për të çuar përpara prioritetet e përbashkëta, duke përfshirë paqen rajonale, stabilitetin dhe prosperitetin e ndërsjellë ekonomik, shkruaj në deklaratën e ambasadës së SBA-s në Prishtinë. Mjafton vetëm një krahasim në kohë dhe formë për të kuptuar se shtëpia e bardhë po e sheh si dele të zezë kryeministrin ton, por koha dhe forma për ta nxjerrë nga vatha mbetet për tu parë. Faktet janë ashiqare. Më 27 maj të vitit kaluar, plot 16 ditë pas zgjedhjeve, ambasada e SBA-s në Tiranë reagoi thatë dhe shkurt, por me tekst kuptimplot. Urojmë popullin e Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare dhe presim të vazhdojmë partneritetin ton të ngushtë me Shqipërinë. E theksuar partneritet me Shqipërinë, por jo me qeverinë, lajmëroi një epokë tjetër të marrëdhënieve me Ramës që vinte nga Washingtoni deri në Tiranë. Krejtësisht një qëndrim ndryshe nga zgjedhjet e vitit 2021, kur ish ambasadorja në atë kohë Yuri Kim, pa u certifikuar ende rezultati zgjedhor, uroi në vetë të parë Edi Ramën dhe PS-n. Përgëzojmë kryeministrin Edi Rama dhe Partinë Socialiste për fitoren e tyre elektorale, shkruante ambasada amerikane me Kimin në krye më datë 28 prill, 3 ditë pas zgjedhjeve dhe ende të pacertifikuara zyrtarisht. Ajo kohë iku. Tashmë administrata Trump ka tjetër zgjedhje dhe përzgjedhje edhe në formën se si po sillet ndaj drejtuesve të vendeve të ndryshme, duke bërë haptas diferencimin. Ftesën për të marrë pjesë në bordin e paqes, Rama e shiti si sukses personal, por në mënyrë krejt të pakuptimt nuk mori pjesë në nënshkrimin e saj, duke mos qeni pranishëm në shtrëngimin e duarve të Trump, diçka që e bëri presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Diçka më e madhe se sa kjo qeverisje me mendësi të shkurtër po luhet, qartësinë së cilës çështja e javës do e shohim, por dukshëm mesazhet diplomatike që vinë si zë zyrtar nga Washingtoni kanë lënë në errësirë të plot kreun e qeverisë shqiptare që nën halucinacione po besonte se ishte lider global, ose brand siç e quajnë idhtarët e tij rilindas.